not your fault, and you don't deserve all the bad in the Hello, mirë se keni ardhur në një vlog ose në një video të re këtu në kanalin tim. Sot është ditë e premte dhe unë nuk kam filmuar gjatë gjithë javës, por që sot, duke qenë se e kam ditën të lirë, pra Anja është pushim sot nga kopshti dhe unë u detyrova në një farë mënyre që ta bëj pushim nga pjesa e kursit, me qëllim që të baja Anjën sot. Ne sapo kemi mbaruar punët, i kemi kapur punët me themel sot, por që siç e dini, punët nuk kanë fund ndonjëherë. Për shembull kam pjesën e dollapit, por që po mendoj që ta bëj pas dita. Dita sot është shumë e mirë, ne sot e kemi 27 gradë, edhe është ditë me diell, sepse këtu kishte diku te 2 javë që bënte vetëm vrentur. Zgjova edhe pak herët që ti mbaroja këto punët më të shumta të shpejt. Tani ne jemi veshur, jemi bërë gati si unë edhe Anja dhe po mendojmë që të dalim. Plani është që njëherë për njëherë të pim një kafe, të dalim për qefin ton të dyja si dy shoqe. Jemi pak te DM-ja dhe pak tek Peni që të marr bukë edhe disa ushqime të tjera që më duhen. Pra ky është plani për sot. Unë po ju marr me vete, fillojmë një video të re, kështu që e jani me ne. Bëra një 2 foto këtu në telefon, edhe do t'i zgjedh kur të shkoj pastaj te kafja. Ka ndarë lezetshëm dhe unë në fakt kam shumë kohë që nuk bëj foto. Sot më pëlqen shumë se si ka dalë make-upi dhe prandaj shpresoj të bëj ndonjë tjetër, por që do t'i zgjedh pastaj kur të shkoj te kafja. Wow, sa e bukur je bërë ti! Anja ka veshur këtë t-shirti e zi dhe këto stretchet. I ka pak të mëdha në fakt, por gjithsesi i rin bukur. Ka një javë që ja kam bler, po mami. Dhe ishin 2 palë, ishin këto leoparde dhe të zeza, ja mora tek Tako, por që mirë, okay, i ka pak të mëdha, por mirë. Ikim Anja? Ikim para! Okay, ikim para! Këtu kam edhe qese të supermarketit, sepse duke qenë se i marrim edhe pastaj ngelen këtu. I kam vendosur këtu të gjitha, dhe tani do t'i vendos të bagazhi makina, sepse bëhet shumë rëmuj edhe zihen cirtaret kot. Duhet i kisha balosur në fakt, por që nuk kisha kohë dhe i vendosa kështu. Ikim! 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 Hajde mama, futu brenda. Tutu mama. Po. Në një foto. Nuk e keni iden se qa vape është këtu brenda dhe në përgjithësi jashtë. Në fakt jashtë nuk ndihet shumë sepse është frym pak erë, por që këtu brenda është super nxehtë. Ulo te vëni! Do të laj mami. Sapo kemi ardhur në shtëpi, ishte një super vap. Ne përveç se të dyqanet shkuam edhe tek parku i lorave, sepse kisha dhe unë shoqet edhe ato ishin me fëmijët e tyre, por më besoni ishte shumë vap. Unë e kisha tani për të kthyer tek lulet, për të marrë lule dhe nuk u ktheva sepse nuk më mbante, ishte shumë vap. Sot e ka dhënë për 27-28 gradë dhe me vërtet që ishte shumë vap. Ishte si ato ditët tipike të verës që nuk del dot më shumë se ora 12:30. Anja normal bleu gjithë ato budallëriqe në çdo vend që u futëm ne, u futëm tek Peni, u futëm tek DM, sepse kisha për të marrë një 2 gjëra. Sot dua të pastroj sobën dhe shkova mora këtë. Unë kam një version tjetër të kësaj, por që kam dëgjuar që kjo shkuma është shumë e mirë edhe do ta provoj një herë. Do ta provojmë bashkë këtë dhe të shohim a do na japi rezultat. Mora dhe diçka tjetër të DM-ja, mora këtë, sepse më duhet për pjesën e lavamanit. Besoj se e keni parasysh që te kjo pjesa këtu e lavamanit krijohet ajo si tip kalku dhe thash ta provoja, kjo ishte diku te 90 cent. Tash ta marr ta provoj, ndoshta na bën punë. Thotë që është edhe për tenxheret, por ta shohim tani. 90 cent, sigurisht ta provosh një herë, nuk është asgjë. Dhe morëm këto budallëriqet e Anjës. Këto në fakt vendosen në ngrirje, Anja i hapi, u la rrëzye aty. Bëri pis dyshemen kur ishin dhe kafja, por që tani do ja vendos në ngrirje, mora tek DM-ja edhe këto thonjt.
mua më kanë rënë tani thonjë, sepse u bë gati 2 javë, unë thash nuk kam xhiruar fare këtë javë, dhe mora këta, më duken shumë të bukur, kështu roz, ka një xixë të vogël, por që nuk duket, më shumë duket si pasqyrë, sepse është me efekt pasqyre, por ndërkohë ka edhe një si tip xixë. Më pëlqyen shumë edhe tani mezi po pres që t'i vendos. Pastaj u futa tek peni, mora këto, që po mendoj t'i bëj për dark, sepse për drek kam akoma, nga që bëra tavë me patate mbrëmë dhe me pule dhe kam akoma, kështu që me siguri këtë do t'i bëj për dark. Anja mori budallalliqe akoma, por që këto janë paka shumë, mora dhe një qumësht, mora buk, këto janë gjërat që mora. Tani po mendoj që t'i çoj këto në përvende, edhe do shtrihem pak, sepse me vërtet që u lodha, nuk për asnjë gjë, por ishte kjo vapa dhe sikur të telendiste, le ta themi në thonjze. Dua t'ju tregoj edhe këtë pijen këtu që e mora tek Bazgau, është një supermarket këtu në Gjermani, për ju që jetoni ndoshta i njihni, dhe sapo e pash, nuk e di pse më erdhi si tip nepsi dhe thash do ta marr sepse më kujtuan ato bravot e Shqipërisë që janë me rush, edhe ma besoni ishte fiksi ato bravot, por jo ato bravot që kanë dalë tani që nuk është se kanë shumë shije, kanë gjë disa bravo më parë, ku kam qenë unë e vogël që mi vinte shpesh tezja, kam pasur një shije super të mirë, kështu që dhe kjo ishte fiks, po fiksi ajo që unë po mendoja. Ishte shumë e mirë, ishte pak e ëmbël, por që për mua që mora më shumë kështu si për tip nepsi, më pëlqeu shumë. Dhe këto janë edhe gjërat që ne morëm. Anja, mami? Qa? Do kështu, çokoladë? Ti ke ngrënë shumë me mami sot? Merr edhe një dhe mos ha më për sot, okej? Ke marrë shumë. Ke ngrënë shumë çokolada, shumë budallalliqe. Ky produkti ishte super i mirë, më pëlqeu shumë, është në trajt shkume në momentin që e sprucon dhe e bëri xixë sobën. Tani ka vendosur vetëm pak uthull dhe limon që të mos vijera soba, por që më pëlqeu shumë rezultati. Pas ka akoma avull, por që më pëlqeu. Tani kam edhe pjesën e zgarave, por që për pjesën e sobës e bëri dritë. I wanna do it all with you by my side. If you're in, meet me here tonight. Be brave and come along, I'll be alright. Promise we don't need no brake lights. We can travel the world, so just say yes. Choose to do whatever comes next. This or that, getting drunk on whiskey on a Tuesday night. I'm drinking while I'm by an open fire. Make love or fight. This or that. This or that. Evenings on the train or catch a morning flight. Enjoying dinner and some. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled
filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I missed you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding, I have scars, the ones not healing. They're all there because of you. It's my fault, I messed it up and Hello, nuk mbahet mend dhe nuk e mbaj mend se ku e kam lënë nga xhirimet e fundit, por di të them që sot është ditë e mërkurë dhe nesër jam pushim nga kursi. Pra, pushimi thanshin sepse unë jam në punë nesër, por që të pakta nga kursi nuk kam nesër, jam pushim. Ishim në Lidl, morëm disa ushqime sepse dje ishim te Turku dhe morëm mishin, aty marrin më shumë mishin. Përveç mishit morëm edhe gjëra të tjera, siç janë disa gjëra që kemi në Shqipëri dhe mua më kishte marrë shumë malli. Kemi marrë Albeni, kemi marrë Pantos, edhe kemi marrë edhe Golden Eagle. Këto janë gjërat që ne marrim më së shumti te Turku, se në fakt mua më duket shumë shtrenjtë. Dhe sot shkuam te Lidl, morëm pjesën tjetër të ushqimeve, se siç kam thënë, mua më shumë më pëlqen që ti marr aty. Ose ndoshta fakti që kam pasjetuar atëherë në Greqi dhe shkoja shpesh, më duket sikur i njoh gjërat dhe aty gjej më shumë rehat dhe i marr gjithmonë aty pak a shumë kur kam për të marrë më së shumti, domethënë shumicën. Dhe tani po mendoj që t'ju bëj një haul shpejt e shpejt, edhe pastaj të filloj me pjesën e drekës dhe pastaj pas se të kem bërë një dush, do ulem që të flas. Dhe shpejt të filloj me haulin, pra me supermarket haul që kemi bërë tek Lidl, dhe pastaj do të vazhdoj me pjesën tjetër të ditës. Dita sot është shumë e vrenjtur dhe prandaj drita është kaq e keqe, por që nuk kemi çfarë të bëjmë. Sot u bëm bar që të xhirojmë dhe sot do të xhirojmë, megjithëse e kemi ditën shumë vrenjtur, edhe madje sot këtu e ka dhënë edhe si punë stuhie dhe gjatë gjithë kohës ka rënë vetëm shi. Amita për ranjën, mi marr pjepër, një kastravec bio, kam marrë vetëm një tek çokoladë, edhe madje edhe këtë që e kam marrë të zezë, sepse nuk dua të ha çokoladë të tjera. Përveç atyre Albeni që kam marrë tek Turku, mora një peshk tuna, kam marrë këtë sallamin, kemi marrë lule shtrydhe, por janë nga këto që mblidhen në për këto parsela gjermane dhe janë nga këto lule shtrydhe që këtu në Gjermani i kultivojnë vetë dhe shikojeni pak sa të shishme që duken dhe ka një aromë super të mirë, mezi po që t'i laj edhe t'i ham. Nektarina, shpresoj që mos të prishen shumë shpejt, sepse kam filluar prishen shumë shpejt. Ndryshe nga java tjetër që kilja e tyre ishte shumë shtrenjtë, këtë herë ishte liruar goxha dhe morëm diku te gjys kile. Kemi moll jeshile dhe banane, marr speca jeshile, këto do t'i bëj të skuqura, ose ndoshta i bëj edhe me pak gjizë, sepse kam edhe pak gjizë aty, domate. Dhe të fundit mora një gjalp, që nuk e di pse që nga shkrirë kaq shumë, edhe këto. Këto ishin të gjitha gjërat që mora dhe tani do t'i vendos të gjitha në përbënd. Nuk e di a kam dhe një vullnetar për ndihmë, por që duhet t'i rregulloj të gjitha këto. Madje kam edhe mishin për ta vendosur në ngrirje, duhet ta bëj pjesë, ndërkohë që nuk kam filluar akoma edhe me drekën. Në gjumë dhe në fakt u kënaqa me këtë gjumin, pavarësisht se unë kisha shumë plane të tjera për të bërë punë edhe nuk i bëra, po në fund të ditës mjafton që të ndihem rehat sepse edhe punët nuk mbarojnë asnjëherë.
Tani unë po mendoj që të bëj një picë sepse kam një brumë këtu që po mori ka disa ditë edhe unë nuk jam bërë mbar që ta bëj dhe duke qenë se Anja tani do zgjohet edhe më kërkoi direkt për të ngrënë, thash okay ta bëj vetë këtë picën, pra mbushjen më saktë ta bëj vetë sepse unë i urrej ato picat e nglira që merren në supermarket, sepse më duket sikur janë pa shije, kështu që kjo është një metodë e thjeshtë, unë mund ta zë brumin edhe vetë, por që kam zgjedhur që ta bëj thjesht, domethënë këtë e kam marrë një ditë për së shpejti kur kthehesha nga kursi dhe më ka ngelur aty dhe po bëhen tani mbar që ta bëj. Kisha këtë vazon me kërpudhat që edhe këtë e kam marrë në të njëjtën ditë që kam marrë këtë brumin dhe kisha dhe këtë dhe duke qenë se thash mos të më vën kohë dëm, ta bëja edhe sot një picë dhe ta hanim tani pas dite. Për darkë, si që keni parë, vendosa fasule, sepse është kjo koha shumë e vrenjtur. Fillojmë tani me përgatitjen e picës dhe pastaj do ulem që t'ju tregoj. Mami duart, të zi mami drejtën? Po. Opala! Unë harrova, po unë kam edhe speca, kështu që do t'i kri edhe speca, sepse edhe shumë e shishme. Ha, mami, që do bësh ti? Që të ka blerë mami t'ju sot? Që të hape qik. Ja ta hap mami. Një sekund. Opala! Ka mami. Po. Tani kjo pizza ime ndoshta nuk duket edhe shumë e bukur, por që besoj se do jetë shumë e shijshme. Kështu që tani po e vendos që të piqet. Ama më të haj pizza. O zhot sa bukur! Ti mami ke laptop si mami? Po e ti mene. Po, ta marrë dhe unë? Ja do ta marrë dhe mami se do editoj mami. Shikoj një pak sa i lezet që më plasht. Po, mami me këtë laptopin, mausin e vogël, cute, edhe shikoj një pak sa shumë aktivitete që ka. Dhe më thënë, këtu janë të gjitha këto aktivitetet, në qofë se për shumë do të mësoj numrat, edhe ja ta shofim. Okej, vendosim këtë aktivitetin e parë, edhe kjo është për të mësuar numrat. Okej, 1, 2, ishte kështu edhe ndërkohë ajo i lexon, edhe Anja mund t'i përsëris, pastaj ka edhe që t'i shpjegon, mund t'i gërmëzosh numrat, shikojeni pak, ka shumë gjëra këtu. Ka dhe pastaj muzik, lojra. Unë duhet të flas shpejt sepse kamera është drejt fundit, bateria, dhe ky sekreti i vogël është që, siç e dini, unë vazhdoj kursin e gjermanishtes dhe kam filluar që në nivelin e parë fillestar A1-1, dhe për të paguaja, domethënë ka paguar modulin e parë sepse gjithsej janë 6 module, pra është libri A1-1, A1-2, A2-1, A2-2 dhe pastaj është dhe B1-shi, dhe gjithsej janë 6 module që për të 6 këto duhet të paguaj, sepse domethënë funksionon ndryshe për ne që nuk kemi lidhje me këta të Ukrainës, për shembull që e kanë fala sepse kanë ardhur për shkak të luftës, janë azilantët që e kanë fala sepse u ambulon shteti, por që mua nuk më ambulon të njeri dhe duhet ta paguaja kokër më kokër. Modulin e parë e kam paguar 230 euro, gjë që nuk është pak, me thënë drejtën, por që shkova u interesova, sepse në kokën time nuk bënte sens që unë pa punë t'i bia, le të themi, mi qaf kërë familjare që është sabi, edhe sepse unë nuk punoj, edhe nuk kam deklaruar asgjë, sepse edhe këtu në YouTube është shumë shifre e pa përfillshme, kështu që duke qenë se unë jam pa punë, edhe si supozohet që unë ta paguaj kursin, dhe kështu që shkova pyeta dhe ato më thanë që në qoftë se ti je aft edhe të gjesh një mini job, atëherë eja këtu dhe na thuaj që kanë filluar mini job dhe ne ta anullojmë. Ndoshta tha, nuk mund ta anullojmë gjithën, por që anullojmë një pjesë
të pagesës. Kështu unë u detyrova që të gjeja një punë, një ditë në javë, ditën që unë kam pushim nga kursi, që është dita e njëjte. Më para ishte mërkura, por tani e kemi bërë të njëjte dhe nesër që jam pushim supozohet që do iki 4 orë të puna dhe i bi zërës se do jem fiksit që kam qenë këto ditë në kurs, por megjithatë është shumë e domosdoshme që unë ta gjaja këtë, sepse në këtë mënyrë unë përfitoja kursin falas. Tani unë siç e thash, unë nuk e mendoja se do e fitoja të gjithë kursin falas, gjë që për mua është me vërtet surprizë dhe super gjë. Unë mendoja se ndoshta do më shlyenin vetëm diku te gjysma apo çereku fare mendoja, por që më erdhi letra edhe më kam përjashtuar nga pagesa e kursit të gjermanishtes dhe me vërtet që më bë shumë qefi. Tani kjo vlen për gjithë ata që kanë interes, se ndoshta ka njerëz aty që më kanë dëgjuar deri në fund edhe thonë, "Oho, ne dëgjuam kot se nuk na vlen hiç", po e di që ka njerëz aty jashtë që janë në kurs gjermanishte, ndoshta i ndihmoj, kështu që shpresoj që të kem ndihmuar. Unë jam shumë e lumtur për këtë fakt që unë tani nuk paguaj për kursin, sepse ta mendoni muajin e parë pagova 230 euro dhe unë e di që nëse e marr provimin në fund do më kthehen gjysmat e lekëve, pra do më kthehen diku te 100 e pak. Pra kjo ishte edhe ajo gjëja që për mua të paktën ka shumë rëndësi dhe doja ta ndaja me ju edhe t'ju ndihmoja. Ndoshta dikush është në kurs mund ta ndjek të rrugën që unë kam ndjekur, që një mini job, 2, 3, 4 orë nuk ka rëndësi, sa më pak është aq më mirë, sepse në fakt këto rregulla dhe këto gjërat këtu në Gjermani ndryshojnë edhe në bazë të landeve, por që me mua funksionoi. Shpresoj që të jetë ndonjëra nga ju edhe si rasti im edhe ta përfitoni falas, sepse pse jo. Kështu që ky ishte edhe lajmi që unë doja t'u ndaja. Tani unë nuk kam bateri fare, edhe drita po ersohet, pra sa vjen edhe po ersohet edhe unë se mbaj mend fare kur kam lënë ring lightin. Do doja t'ju bëja një unboxing, por që do ta lëm për videon tjetër.